janë çudira, llaktarira, ti thanë dhe dje në prime. Tu me zi shojmë ne, por ti pas ke parë njerazi gjithë sytë e publikut. Si së vjen turp që ke 3 muaj gjysë që vetëm gënjen dhe shpif dhe denigron lojtarët e tjerë këtu. O zoti madh, dhe do të shkosh në finale ti. Përse të shkosh në finale ti? Për loj me zarfa të zinj, për spitale, për fytyrat e shkaravitura, përse për detergjentët që edhe fytyr, për ujnë nëzet që edhe fytyr, që diti si i bëjnë legët gocat jashtë, që i marin nga rruga jashtë, nuk të vjen turp, që ja koma në këtë shtëpi, duhet të kishe dalti nga kjo shtëpi. Po të kishe cip, do thoshje më falni dan. Dhe Ledioni me që përmënde dje mbyllit duke tha, i respektuar është aji që pranon humbjen me dignitet. Dhe pra vlaj madh që the, këto janë lojra që bën, po të jetë mundësi të dytë, të votojë sërish në një mundësi të dytë. I nuk je më këtu, nuk je. As në kujtes, as në vijimësi logike, as në organizim mendimesh, nuk je as një kundi. Të vërtetat e tua e di kush janë, vetëm të përdosjet dhe etiketimet e pështira që nxjerr nga goja jote, aty janë. Ty të ndonë ndërprerje në trumore, shko, merë një mjek, sepse kur dëgjoke mua, në pasqyrë thuaja vetes ato, jo mua. Të lijet për gjysëm, në pasqyrë thuaja vetes ato, jo mua. Rilidhja e trurit, O, ne djonë këshim bërë një plan, po këta devijuan. Ti të kap një fjallë aty, ti ke zjerë gjithë divanin e kuq jashtë, dhe vetëm ata që të kundërvun, janë sot brenda në shtëpi. Daniela, Jozi, Lori, të kundërvun, janë në shtëpi. Ata që manipulove dhe i bëre aleat, i nëzore nga shtëpia. Më kupton, jo, të tha, i tha Gjesti Lozanës, ke kopju stilin e Gertës, me manipulu njerëzit, dhe e more për lavdërim, se mua më del organikisht, jam originali, pra jam